unë mendoj që gjermanët kanë shkputur çdo lloj marrëdhënie me Edi Ramën dhe nuk e duan me Edi Ramën kryeministër. Kanë gjetur interlokutor tjetër. Kanë gjetur dikë tjetër që do pasojë Edi Ramën aty. Dhe po grej gjithë këtë lëvizje, gjithë këtë strukturë, edhe qoftë presion ndaj Ramës, por edhe si një nis për të ardhmen e Partisë Socialiste dhe për të ardhmen e Shqipërisë. Kanë gjetur dikë tjetër. E kanë gjetur. Unë mendoj që e kanë gjetur. Dhe janë duke strukturuar si lëvizje me zërat e vjetër dhe zërat tradicional të Partisë Socialiste, që janë duke folur një nga një si Arben Malaj. Është në këto foto ai që kanë gjetur? Pasardhës. Jo, nuk e di, nuk mund ta them dot kush është pasardhësi. Nuk mund ta them. Ke kjo foto pas meje? Jo, nuk e di. Unë ti themi gjë që Bushati s'do ishte keq. Unë ti them që Gramoz Ruçi është takuar nga ndërkombëtarët. Arben Malaj është takuar. Informacion, pra po, është takuar. Të gjithë janë takuar. Njerëzit që kanë peshë Partisë Socialiste dhe janë ata që kanë atë lidhjen e Partisë Punës me Partisë Socialiste, janë njerëz që janë takuar nga ndërkombëtarët. Dhe janë njerëz që kanë marrë përsipër që të riformatojnë Partinë Socialiste pa Edi Ramën. Pra, po ngrihet platforma e Partisë Socialiste të re pa Edi Ramën. Dhe ka marrë kjo garda e vjetër. Po pra, garda e vjetër me ndërkombëtarët. Pra, mos po them Gramoz Ruçi, po them garda e vjetër. Mund të jetë Arta Dade, Melinda Meksi. Gramoz Ruçi kundra Ramës thotë. Tani, neve do të shohim në të ardhmen se çfarë do ndodhi. Është çështje zgjedhje, ta besosh mos ta besosh. Unë them lajm këtë që ka takuar se kjo unë ta kam thënë edhe një muaj më parë që ndërkombëtarët po lobojnë që Edi Rama mos të jetë më kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministër, sepse Edi Rama është shkaktari kryesor i ngërçit politik dhe i ngërçit midis ndërkombëtarëve dhe Shqipërisë për çështjen e antarësimit, sepse po mbron Belinda Ballukun. Belinda Balluku është vija kuqe për ne. Pra, është pika kritike që neve na pengon antarësimin. Pa largimin dhe pa dënimin e Belinda Ballukut nuk ka antarësim. E kanë thënë ndërkombëtarët, unë kam thënë këtë. Më kjo është e vërtetë. Besoj që këtu pajtohemi me të gjithë. Atëherë çfarë po ndodh? Ata kanë të gjithë skenaret në lojë për të arritur atë që duan ata, objektivin final, largimin e Ballukut dhe më pas largimin e Edi Ramës. Dhe e di pse them Almer se Marsit miku jon Marsit Gubi të hënën kur ishte këtu foli edhe për një lidhje të Spiropalit me Gramoz Ruçin. Tani unë e di nëpërmjet bashkëshortit ngelem. Ajo po është vërtet. Po flas ndërkohë që ti flet ajo është e vërtet që ai është nipi i Gramozit, është e vërtet ai Salarion Tota, pra ka lidhje patjetër me atë, është lidhur i arritur në Cakran, por nuk do të hyj në detaj. Jo, unë e kam fjalë. Patjetër, po ekziston lidhje. Tani, por nuk është Gramoz Ruçi koka që po rrotullon të gjithë këtë lëvizje brenda PS-s. Jo, janë ndërkombëtarët. Dhe ndërkombëtarët po i takojnë të gjithë emrat e rëndësishëm Partisë Socialiste ku po informojnë për qëndrimin që kanë ata në raport me Edi Ramën. Dhe për të ardhmen në Shqipëri dhe të ardhmen dhe Partisë Socialiste. Patriarkët, ata që gëzojnë legitimitetin e ata të cilët kanë duhet të thënë që Edi Rama kur është në 2005 nuk është pranuar në Partisë Socialiste. Ka qenë Gramoz Ruçi që ka hapur derën, i cili e ka bërë atë që të pranohet në Fier, në Mallakastër dhe në shumë vende të tjera ku Edi Rama refuzoi të pranojë. Dhe ai nanoistët, socialistët e vjetër, agollistët dhe gjithë ata të cilët njihen si trashëgimtarët dhe e shkuara e Partisë Punës janë njerëz që kanë influencën e tyre në Partisë Socialiste. Duhet dimë që Edi Rama në 2021 këto njerëz riktheu në listë për deputet, siç është Baftiar Zeqaj, disa emra të tjerë që i ftoi ti përfshinte sepse kishte zemërimin e këtyre njerëzve. Këto lloj fluksesh politike që vijnë nga garda e vjetër e Partisë Punës janë ata të cilët sot mendojnë që kontrollojnë Partinë Socialiste realisht. Pra kanë peshë politike. Edi Rama ku ka peshën politike? Nuk e ka më shumë se grupet kriminale dhe Gjysagasi. Këtu është Edi Rama. Hiqi këto, Edi Rama nuk vlen. Unë di them sot që Edi Rama ka të arrestuar pas vetes 2 ose 3 emra. Ka Edi Rama, po të bëj listën, Edi Rama, Belinda Balluku, Blendi Klosi, Taulant Balla. Pjesa tjetër janë gjithë kundër Edi Ramës. Edhe pse nuk janë, edhe Taulant Balla është servil, është pas Edi Ramës është ai. Të gjithë pjesa tjetër janë me ndërkombëtarët. Janë pro lëvizjes së re që po ndodhen aty. Deklarata e fundit që ka bërë sot ka folur Agron Duka. Vota ime ka thënë është për Erion Braçën. Po ky lloj sinjali i Dukos, që është socialisti i vjetër, nuk është një lëvizje që Agron Duka e ka bërë për të thënë thjesht një opinion për rastin Braçe. Jo, është në kuadër të kësaj ideje që unë po elaboroj, që po them që këtu po lëviz një lëvizje e re që duan të largojnë me çdo kush Edi Ramën si kryeministër. Po Veliaj është në këtë skenar? Patjetër që është. Të gjithë Veliaj, Spiropali, Sajmir Tahiri, Gramoz Ruçi, Arben Malaj, Erion Braçe, të gjithë Ahmetaj,
Gjiknuri, janë të gjithë këta, janë të gjithë në këtë rresht. Gjiknuri në fakt se ngacmoi Rama, i tha fike telefonin se... Duhet dish diçka, Rama e di këtë të vërtet, këtë që po të them unë. E di shumë mirë. Dhe Edi Rama është aktualisht i beson vetëm një shtyllë një aleati, që i thot, o Zot, jep jetë gjatë Sali Berishës. Edhe prandaj Edi Rama ka mendjen e fjetur dhe nuk shqetësohet që mund t'i cënohet pushteti nga ndërkombëtarët. Shiko, her pas here gazetarët e Kronikës kanë hedhur disa shashka që Edi Rama shkon këtë muaj në SPAK, shkon atë. Nuk janë, këto mendoj që kanë qenë një lloj PR-i apo një lloj provokim publik që i bëhet Ramës nga ndërkombëtarët nëpërmjet SPAK-ut. Pra i thonë që mendoj që kujdes se mund të shkosh dhe ti atje. Pra është sinjal që lëshojnë përmjet gazetarëve, pra kanë shprehur disa gazetarë kronike që Rama shkon këtu, Rama shkon në SPAK, shkon atje. Ndërkohë Rama unë e them që Rama sa ti të kryeministër nuk ka përshkuar asnjëherë në SPAK. Domethënë kushdo që e mendon kështu për mua ose nuk njeh ligjin, ose domethënë e bën këtë thjesht nga dëshira dhe pasioni për ta parë Ramën para SPAK. Rama sa të ketë mandat nuk shkon asnjëherë SPAK. Rama aktualisht edhe çka kërkon. Kërkon që zullumet që ka ti marrë një garanci që nuk do preket më pasi të lëri mandatin. Pra po i kërkon ndërkombëtarëve garanci për të ikur, po i kërkon rrugë dalje, sepse ka një dim zullume dhe që është përfshirë në qeverisje. Vetëm videot e Kysa Gasit mjaftojnë për treguar se kush është Edi Rama në të vërtetë. Telefonatat që ka aty, qëndrimet që ka aty, mjaftojnë për treguar se kush është Edi Rama në të vërtetë. Bisedat që ka aty me grupet kriminale. Por të rikthem edhe një herë për ta përmbyllur. Partia Socialiste sapo ka nisur rithemelimin e saj. Arbër, do ishte mirë skenar ndërkombëtar të vjetrit kundër Ramës, patriarkët e PS-s kundër Ramës. Dgjoj. Ka nisur rithemelimin. Dgjoj. Nuk është fundi botës që Rama të mos jetë nesër kryetari i Partisë Socialiste, kryeministër. Është një proces normal. Problemi është, ka shenja që po shkojmë drejt kësaj, apo nuk ka shenja që po shkojmë drejt kësaj? Renditi shenjat, se nuk askush këtu nuk po flet me siguri. Dgjoj, unë po them një gjë. Lexojmë. Unë po them një gjë. Disa Fatkeqësisht dhe fatmirësisht për opozitën dhe fatkeqësisht për vendin, Partia Socialiste nuk është më një parti e cila ka debat qoftë edhe të brendshëm. Partia Socialiste, dhe kjo është në favor edhe të opozitës, sepse janë gati pasqyrat e njëra tjetrës. Shikoj njëra tjetrën në pasqyrë, mjafton vetëm, ndryshon vetëm individi që shikohet. Pra janë e njëjta gjë. Dikush ka struktura më të forta, pushteti jep fuqinë e tij, jemi ende larg asaj faze. Në përgjithësi, ajo fazë do ndodhi kur opozita të vinë në pushtet dhe pushteti të dalë në opozitë. Sepse ka një gjë, socialistët, për hir ndoshta edhe të pragmatizmit, për hir ndoshta edhe të llogarive politike, nuk do ta bëjnë asnjë revolucion të brendshëm, sepse figurat kryesore që mundet të bënin këtë revolucion, një prej tyre është në qelir, zoti Veliaj. Vetëm ai ishte, po themi, trashëgimtari më normal dhe në subkonshin, edhe në psikologjinë e socialistëve, që mund të ndërmerrte një lëvizje të tillë. Pjesa tjetër, një lëvizje për të ndryshim partie. Nga korrupsioni vim në korrupsion shkojmë. Jo, se kjo mund të ndërmerrte një lëvizje sepse kishte forcë. Të gjitha kanë të bëjnë me SPAK-un vëlla. Kishte forcë. Kanë të bëjnë me korrupsionin, në atë pasqyrën që thënë. Kishte forcë. Ky është debati të dyja partitë. Po jo more, më le ta mbaroj tani. Je me korrupsionin apo je? Më le ta mbaroj, më le ta mbaroj. Ti na çon nga korrupsioni në korrupsion. Më le ta mbaroj, nuk të çoj unë më burr. A është fakt kjo që thash, burr? Apo të çoj unë? Trashëgimtari i mundshëm i zotit Rama. A ishte Veliaj? Ta kam thënë unë apo një mikromodel. Shën si kam, kjo është tjetër gjë more. Po them kush ishte rreziku i vërtet në PS për zotin Rama. Tani a ka qenë Veliaj? Kush është Veliaj është tjetër diskutim, mos se i ngatron. Unë po them faktit i thua, po pse si ka qenë ai? Ore dakor, mund të qenë ashtu, mund të qenë më keq. Nuk po hyj fare asaj pjese. Dhe po them edhe një herë, nuk ka rryma në momentin që flasim, ka disa klane në Partinë Socialiste. Është e vërtet ajo që thot Almeri. Pra është një klan shumë i fortë i zonjës Balluku. Është një pjesë tjetër që janë vetëm me Partinë Socialiste. Dhe është një klan shumë i vockël, po përdor termin, të cilin janë as andej as këtej. Por në thelb, si pas njërit klan, si te klani tjetër, ka një gjë që i bashkon. Dhe kjo nuk është Partia Socialiste, është Edi Rama. Sepse Edi Rama i çon në pushtet, i çon ministra, i çon deputet, i çon kryetar bashkish. Pra, ata nuk shkojnë me klanin Balluku një pjesë.
por nuk janë kundër Zotit Rama, janë kundër zonjës Balluku. Kjo është ajo që nuk kuptojnë dhe kolegët e mi të nderuar, sepse në thelb ajo që i mban për momentin është pushteti, dhe ata do dinë edhe nëse do ketë një përçarje që unë nuk e shikoj në asnjë moment sepse janë të gjithë shumë të dobët, nëse do ketë një përçarje, atëherë ata do dinë prapë ta gjejnë gjuhën e përbashkët, mjafton që t'i çojnë në pozicione drejtuese. Zotri, ku e ke Dilmir Bushati? Nuk ka bërë deklarata periferike, kjo është e keqe, kjo është ashtu, dhe tak të rriqen, marrin diçka të rriqen. Ku i ke të gjithë ata ish drejtues të Partisë Socialiste që kanë thënë një fjalë kritike ndaj Zotit Rama? Bushati është i fundit. Po, i fundit që në 2017-ën. Pra gati 10. Jo, si fat politik, po gati 10 vite. Ku i keni emrat e tjerë? Nuk flasin, pse nuk flasin? Sepse e din shumë mirë që nuk mund të ndërmarrin asnjë lloj iniciative, sepse janë shumë të dobët, nuk janë kampuar me njëri tjetrin, nuk janë forcuar, nuk kanë bërë. Po mund të ketë më shumë skenar ndërkombëtar dhe kjo për përplasjes së Ramës me para Europën. Ne dim shumë mirë, çdo skenar ndërkombëtar është i destinuar të dështojë. Pse? Kemi shembullin Berisha. Jo, nuk është puna e shembullit, nuk është shembulli Berisha. Do më lëmë ta them. Në përgjithësi, po të ishte një forcë e madhe ndërkombëtare që mund të kishte peshë për të ndryshuar gjërat, ata do ishin vetëm amerikanët. Por në asnjë moment, në asnjë situatë europianët, janë shumë të dobët europianët, sidomos në fijet brenda vendit dhe në fijet brenda partive politike, sepse nuk kontrollojnë pothuajse asnjë gjë. Kontrollojnë SPAK-un, kontrollojnë bllokimin e integrimit. SPAK-un dhe bllokimin e integrimit. Po si më integrimi është tjetër gjë. Ndërsa SPAK-u dy super instrumente. Tani sapo ka thënë Rama, sapo ka thënë Rama, dera mund të na mbyllet, po turp Jasefi qoftë këtyre që na shajnë të ndërkombëtar. E ke te njësia 14 live. Nuk e di, duhet ta shoh. Mos e ke parti po ta them unë, po burgele duhet duhet ta shoh edhe ta them. 8 mëngjesit flisë për integrimin. Ditën e sotme Edi Rama në mëngjes ka thënë qartë që neve nuk e kemi të sigurt derën e hapur të integrimit. Tani te 14. Deri dje thoshte që jemi shumë të sigurt. Unë po them tjetër gjë. Dhe çfarë reflektohet kjo? Reflektohet largimin e tij nga kryepës-s. Berisha vlla ishte live te 14. Berisha ishte u shpall në ngrata nga ambasada amerikane, nga sekretari amerikan i shtetit. Erdhi ambasadori i tha do hani bar, i tha po vajtet te ky njeri, dhe ata çfarë bën të gjithë vajtën te ai njeri. Që do të thotë. Dhe kjo tregon se Rama është mirë. Faktori ndërkombëtar, jo mos e thash. Faktori ndërkombëtar e ka të pamundur të japi ndryshon partinë individ me partinë strukturë. E ka të pamundur faktorin ndërkombëtar të bëjë ndryshime të tilla. Kush parti individ? Unë them që është bërë më keq, po është bërë më keq. PS-ja është parti strukturë. Po lërë më këtë shirore. Edi Rama e gëzon dhe e mban Partinë Socialiste për sa kohë unë marrëdhënie me Gramoz Ruçin. Nëse prish marrëdhënie me këtë njerëz, Edi Rama humbet bazë. Tu do jemi, po kush ja dha meqense flasim kështu, po pse Gramoz Ruçi do t'i dali kundër Belinda Ballukut? Një fotovoltaik në Fier kush ja ka dhënë? Tani do flasim me fakte apo do flasim me korrupsion, po mbaka gjithë. Po them valla, bëri lejen e mori. Bëri lejen ba aplikove ti merr, ndoshta merr, ndoshta se merr. Se kjo ka ardhur puna. Unë se di. Ka dhënë këti, ka dhënë këti. Unë nuk shikoj premos, ata që bën një lëvizje kundër. Po analizë, o vlla. Ora, ata bën një analizë kundër. Ti bën analizën, Pse? Ti bën analizën e interesit të atyre. Ti duhet bësh analizën e interesit të socialistëve të ndershëm dhe të publikut. S'më duhet fare mua interesi i socialistëve. Socialistët mua nuk më shqetësojnë fare. Interesi publik është tjetër gjë. Po këtë të thash pra. Por interesi. Ti bën interesin e Kramozit, e ka marrë parkun apo se ka marrë? Jo s'ka lidhje fare. Jo s'ka lidhje. Ti s'dëgjon fare. Unë thash tjetër gjë. Unë të thash. Unë po them tjetër gjë zotri. Nuk shikoj asnjë element, asnjë grimc po të duash ti që do ketë një lëvizje në PS për larguar Ramën. Po tek PD-ja shikon? Dje ishim dëshmitar të një fakti ku demokrat të Durrësit, njerëz shumë të rëndësishëm se unë i njoh personalisht, ata që janë shtyllat, ka qenë shtyllat e fushatës dhe janë shtyllat e fushatës elektorale që Partia Demokratike ka bërë deri tani në Durrës, ishin në ja ku i kemi edhe pamjet, ishin në selinë e Partisë Demokratike për të çuar në gjykatën e partisë vendimin për përjashtimin e... Po të them një gjë. Partia Socialiste, sa thanë edhe kolegët që është një parti strukture. Po, është një parti strukture, por pa dyshim ka një gjë. Ka ndryshuar Partia Socialiste me kohën e Fatos Nanos
në kohën e Edi Ramës. Dhe ka një ndryshim totalisht shumë të madh. Pra është bërë një parti e cila drejtohet në mënyrë horizontale, jo vertikale. Pra është ka lart poshtë, miku. Nuk është ashtu. Dhe ta them unë. Ajo është vertikale. Kontrollohet në mënyrë nga lart poshtë. Po vertikale. Vertikale nga lart poshtë. Pra që do thot faleminderit Poli që më korrigjon. Po të siguroj një gjë, lapsuset e mia. Po kur kur lexon poezi për mend, patjetër që edhe lapsuset e mia nuk krahasohen me nivelin tënd shumë të dobët të analizës politike. E ke shumë të dobët analizën politike, sepse s'të ka dalë asnjë fjalë nga ato që ke thënë. Çdo gjë që ke thënë tu e ke pasur gabim në analizë dhe në qasje politike flas gjithmonë. Kronika ti e di shumë mirë dhe nuk kam asnjë gjë për ata. Unë po them tjetër gjë. Nuk shikoj të asnjë parti politike shqiptare në momentin që ne flasim lëvizje që mund të rrezikojnë leadershipin e tyre. Pse? Sepse janë parti të cilat e kanë humbur demokracinë e brendshme. Janë si PS-ja, si PD-ja. Janë parti që kontrollohen nga vullneti, madje më keq akoma nga WhatsApp-i i kryetarit. Pra janë parti që e vendos në WhatsApp kryetari, pastaj diskutojnë forumet. Dhe nuk mund të funksionojë një ditë të bukur të kemi një shpërthim i cili të rrezikojë gjithë strukturën. Janë shpërthime që mund të quhen fishek manovre, miku im, por nuk janë lëvizje që do rrezikojnë. Atëre. Fare më analiza e kolegut tim edhe miku tim Arbrit ishte brillante për të gjallur dëshpërim, disfatizëm, ndaj kujtdo që shpreson dhe që kërkon me ulërim në një vend ku jo vetëm demokracia, jo vetëm partit, por dhe Shqipëria po ikën për shqop që këtu nuk do ndryshoj asgjë. Dhe ky ishte thelbi i kësaj. Dhe kjo është thelbi se çfarë kërkon klasa e korruptuar. Ishte vërtet apo jo që thash? Po pra, e vërtet. Çfarë kërkon? Çfarë kërkon klasa e korruptuar politike, majtas dhe djathas e cila ushqen edhe median, ushqen edhe krimin organizuar, ushqen dhe korrupsionin dhe të gjitha, dhe leksion për gjithë neve këtu, sot janë ata kolegët lokal, ne qendrorët, sa Arbri është qendror bashkë me mua dhe më shumë, të cilët e vurë në qoshe sot me vetëm me pyetje të thjeshta, të sinqerta, logjike, zotin Berisha, për gjysmëore e rresht. Dhe ishin një leksion për këto analizat tona. Tani, çështja është kjo, këtu nuk bëhet fjalë më si për në kohën e KPD-s së famshme, që ikti Ilir Meta me Pandeli Majkon, se do vi Fatos Nano. Dhe katarsisi atere që në fakt ku ishte katarsisi më i madh ishte që Musa Ulqini ka marrë dhurat një lavatriç. E kupton ti? Këti Muçit etj. Sot vlla kemi një tjetër problem. Që e anashkalon Kastile, analisti i madh Arber. Problemi është elita e Partisë Socialiste është kapur në flagrancë o zotri, si hajdute, si e korruptuar, ministrat e tu që i nxjerrë si ajo Kapelja, që janë askushit si janë socialistë fare, shikoja ministrat. Përse duhet të mbajnë socialistët e thjesht faturën e ministrave që nxjerrë nga Kapelja Edi Rama dhe nga Kapelja e Kapelës së Belinda Ballukut, që është më e fuqishme sot në pushtet. Pse duhet të mbajnë faturën socialistët e thjesht që janë aksionerë të kjo parti dhe ky është debati. Këtë duhet ju themi njerëzve ne. Pastaj nëse Sali Berisha me Edi Ramën në mënyrë pragmatike, siç e thot ky, e mbajnë dhe me hu dhe me dhun, po. Dhe faktori tjetër është, a janë të dy leadershipët sot të demaskuar ose më saktë izoluar nga ndërkombëtarët, nga perëndimorët? Po. A janë në shënjesër të Spakut dhe të GKK-s? Po. Mua kaq më mjafton t'ju them dhe socialistëve të thjesht dhe demokratëve të thjesht. Mblidhni mendjen, hapni syt se ky është zëri publik. Pastaj, hesapet aty, hesap pragmatiste, si në një organizat mafioze që bën Arbri, ky është i fort këtu, se i ka dhënë këtu,
se unë e kam në borxh atë, një fotovoltaik aty, po buri i kësaj ka marrë për 90 vjet toka në Divjak, apo në Lushnjë ku i ka marrë, apo ky buri aty ka marrë këtë, ka marrë atë, këto janë esape të organizatave mafioze. Nuk janë esape të një organizate politike siç duhet të jetë, ku janë aksionerë 60-70.000 antar dhe 800.000 vota, dhe nga ana tjetër po kaq. Po kështu, me më pak vota, po çfarë si ka. Dhe këtë duhet ju themi në njerëzve, si zë publik, analistë të mëdhenj, të vegjël apo të mesëm. Do më thënë, në Shqipëri pas 35 vjetësh, do jetë normale që një ministër, qoftë i akuzuar, qoftë nga një shkrim në media, do vazhdoj dhe do bëj kashillik, që një ministër do me 16.000 faqe vetëm sa për t'i lexuar deputetët se ka 100 herë më shumë, do vazhdoj t'i bëj kashillik këtij populli të varfër, që varfërohet gjithmonë më shumë, vetëm sepse e mbron kryetari dhe e mbron një klan i caktuar brenda PS-s. Pse sap një referendum Edi Rama, meqense që nga kjo Partia Socialiste, një referendum brenda Partisë Socialiste, jeni pro mbrojtjes së Ballukut apo kundër? Dhe ta shikojmë se kush është Partia Socialiste. 99% e socialistëve kur shkojnë atje te institucionet e shtetit të Edi Ramës dhe të Belinda Ballukut, vuajnë një lloj si demokratët, i trajtojnë madje me përbuzje. E dini juve? Me përbuzje. Vetë Erion Braçja e tregoi një rast të dhimbshëm dje që vdiq një nga socialistët e pesës, më besniku i Partisë Socialiste, në çdo fushat, në çdo komision, në çdo gjë, nga një sëmundje në kohë të parakoshme, dhe kjo posta socialiste e këtij që vdiq, i çon pensionin dhe pastaj vete në shtëpi troket dhe i thotë jo ma jep prap pensionin. Ne kemi në krye të këtyre dy partive lider dhe në krye të shtetit shqiptar ministra të cilët kanë humbur empatin, kanë humbur gjën më elementare, domethënë nuk ju ndjen fare se çfarë ka si vuan ai socialisti poshtë që i vete domati ai 50 fishi i çmimit. Një lloj e ble si demokrati dhe iku koha dhe njerë ne duhet ju apim syt që të mos jenë më partizan. Roft ky, roft ai. Po roft fëmit, roft Shqipëria dhe roft fëmit dhe për një vend normal. Kjo duhet çuar në mendje. Kurse gjithë gjërat e tjera janë muhabete organizatash kriminale, po ta them. Ata ulen në tavolin dhe thon ky s'duhet ta ngrej kokën se I kemi bërë këtë, ky do përjashtohet, ky do bëhet. Do dalte Almeri më pëlqeu Poli, duket që ka parë në një film nga këta revolucionarët me partizanës. Po kanë parë dhe me organizata kriminale ose 28 nëntori. Kanë parë dhe me FD-ja se Poli kuqe mbi mure, ngriuni, bjeruni, shtypuni e korrini, nga koça dhe në vlorë, ka të ndarë punëtor. Është analiza e atyre që ju kanë hipur në qatë Shqipërisë dhe e vjedhin. Dakor. Ti bëj o vlla, dhe ta bëv Zoti Allah. Nga koça dhe në Vlorë ka të ndarë punëtor. Jam dakord. Ata 5 veta që më kuptojnë dhe më dëgjojnë. Jam dakord. Tani diskutimi. Unë nuk e mbroj korrupsionin. Unë nuk e mbroj korrupsionin. Unë po të them këtu që unë dua një vend normal. Jo, në Parim e Mbron. Poli thot. Unë po them. E mban mendi person një pallat. Po kjo është çmenduria më e madhe, mo që vetë është I varfër dhe mbron ata. Po ja. Ata miliarderët mbi lekët, mbi taksat e ardhur. Ta kam thënë, Kjo është unë që nga sot neve na iko një koleg na u bë politikan. Unë do them Parimin, mbroj Parimin. Unë mbroj Parimin. Ka një gjë. Do ta pres atë pjesë, ishte shumë. Ka një gjë. Unë duhet të mbroj Parimin, shkurtimisht. Kalojmë të shkurtimisht, mbrojmë Parimin, që do të thotë, ne mund t'i themi njerëzve nga mëngjesin darkë dhe t'i flasim me idealizëm nordik. Edhe mua më pëlqen Norvegjia, më pëlqen Suedia, më pëlqen dhe Danimarka. Çka ka qenë Danimarka? Më pëlqen. Po vrisnin njëri tjetrin, po vikin ka qenë, po vrin grabisin dhe vrisin. Po 1000 vitesh ashtu ka qenë. Po 50 vjet më vlla ka qenë. Po 1000 vitesh ashtu ka qenë. Edhe Suedia ashtu ka qenë para 1000 vitesh. Po kjo është me ndyra, më fal, se po ta them ty ti e bën pa dashje. Që ne ju themi njerëzve që ne s'kemi për t'u bërë kurrë
si Danimarka, si Gjermania, si Franca. Po këtë po thua, më nuk lëviz kur Sali Berisha me Edi Ramën. Këta kështu, këtë, prandaj ta fillova me kisfatizmin. Dhe thua bëm për rall aty me Danimarkë. Jo më vlla. Ka qenë Gjermania. Nëse duhet të ndryshojnë gjërat, nëse do ndryshojnë gjërat, nuk ndryshojnë me një thirrje ose me dy. Jo me një, secili të vetën. Dhe mos bëj të kundërtën e asaj që do popull. Ore do dhe të ndëroj populli shqiptar që një ditë do bëhet më mirë. Edhe kaq. Tani po ti vën pika sa që votoni. Mos i ndjekin këta. Mos i ndjekin këta. Por ti vën pika. Ju hapet mendja dhe mos votojnë për ajdutët. Të që votoni, kaq e thjeshtë. Të që votoni, tani një sekond, më lejoni një batë. Të që votoni. Mos votojnë ajdutët. Mos votoni ajdutët. Më mirë në shtëpi se bet për këto 6 bashki, 12%. Ta shikojnë sa i ndjekin, vetëm zyrtarët e tyre që kanë në pagesë. Dhe për t'i vënë pikë, nesër votoni Poli Hoxhën. S'ka punuar një ditë në shtet. Ka folur asnjë ditë në politikë. Revolucionar, opozitar. Asnjë cent nga këta se ka pranuar kur dhe s'do të pranoj kur. Jo, doktori, jo. Alin Qori se po foli. A në shikojmë pak të pamjet, si vlerëson çfarë po ndodh në Partinë Demokratike, a ka siç folën për një mundësi, për një lëvizje, për një disa akte që mund shndrohen në një lëvizje brenda PS-s, a mendon se jemi në fillimet e një rebelimi të Partisë Demokratike kundër Sali Berishës? Unë mendoj që baza e ka nisur fjalën e saj, e ka thënë fjalën e saj të parë, duke mos pranuar asnjë lloj direksioni apo diregjimi të zgjedhjes së kryetarëve nga qendra. Partia Demokratike aktualisht në këto muaj të fundit është duke zgjedhur kryetarët e degëve në të gjithë Shqipërinë. Por ajo që vije të re dhe po përsëritet si herët e shkuara është që nuk po votojnë demokratët me vullnetin e tyre të lirë, por demokratëve po imponohen drejtues dhe kryetar degësh nga qendra. Me direktivën e Flamur Nokës, në të gjitha degët e Partisë Demokratike, kryetarët e degëve po zgjidhen sipas oreksit dhe preferencës së Flamur Nokës. Nuk po lejohen demokratët të zgjedhin atë të cilët ata i përfaqëson. Po krijohet një hendek midis kupolës Partisë Demokratike dhe bazës, e cila nuk po ndihet e përfaqësuar. Dhe kjo bazë që po humbet përfaqësimin me njerëzit që jetojnë përditë me ta, që janë njësoj si ta, që i dëgjojnë dhe ata që gjejnë veten e tyre si njerëzit e durur për t'i përfaqësuar, kjo bazë ka filluar tashmë që zemërimin që ka pasur deri dje ta kthejnë në një revolt. Domethënë, më fal, kjo është lëvizje mulik. Se zure ngoj vetëm Flamurin. Tani, unë ditë flasë Flamurin si sekretar degë. Mulik është kjo lëvizje, se unë po shikoj që po flasim për Berishën. Ka një gjë, në qoftë se do të them për Berishën, patjetër që edhe Berisha është njëri i cili ka pjesën e tij të fajit për sa kohë lejon Flamur Nokën që të bëj kështu veprimesh. Nuk e përjashtoi zoti Berisha nga mëkati i madh që po i bën Partia Demokratike. Më vjen keq, por unë po them, po them gjithë skenari, gjithë skenari është po bën nga ky njeri nga Flamur Noka, sepse është njeriu i cili po shef ëndra me sy hapur dhe po mendon që mund të jetë pasardhës Sali Berishës. Për këtë po e bën ai. Prandaj përmendon Flamur Nokën, se po flet ai për zëra për korridoret e PD-s. Brapa Kurrizit Berishës. Po, Flamur Noka po. Do të thënë Berisha as merr as jep më, nuk kupton më Berisha. Jo se kjo ishte e fortë. Më le ta mbaroj. Flamur Noka duke arritur të gjithë pozicionet e mundshme politike brenda PD-s, herë me mbështetje, herë pa mbështetje, herë me ngjitje, herë me zbritje, herë si kërmillje, herë si ujku, Flamur Noka aktualisht po sheh në ëndra, po fle me ëndra sikur mund bëhet një ditë kryetari i Partisë Demokratike. E shikon veten si heroin e mundshëm dhe shpëtimtarin e demokratëve. Dhe është e drejtë vetë që çdo kush të çmendet në këtë vend. Dhe duke pasur në kokë këtë lloj ëndre, po zgjedh kryetarët e degëve besnikët e tij dhe nuk po lejon demokratët që të votojnë më të mirin e mundshëm që ata mendojnë. Vullneti, meritokracia, demokracia e brendshme, asnjë nga këto terma në brenda Partisë Demokratike. I takon Flamurit nëse ka këtë fuqi që t'i zgjedh ai gjithë kryetarët e degëve, ai që nga për kryetar. Tani unë e di se i zgjedh Berisha. Nëse i zgjedh Flamuri, Flamuri pas ka aq fuqi dhe i takon apo jo, si mendon teoretik. Unë mendoj që i takon për kryetar. Unë di them që Flamur Noka sot është njeriu i cili si deri dje, që ka qenë sekretari i përgjithshëm i Zment Bardhi, ka një lloj fuqie
të cilët ja jep statuti, po ja jep dhe kryetarit, të cilët të vendosin emra që ata ja ndikojnë dhe ja sugjerojnë kryetarit. Kanë peshën e tyre të padiskutueshme. Por atëherë bën noka me kokën e vet, po thuan. Tani unë di themi gjë që në të gjithë takimet, të gjithë kontaktet që kanë pasur me demokratët në Durrës apo në disa qarqe të tjera, të gjithë shqetësimin ma shprehin që është flamur noka, sepse këta demokratë kur shkuan aty, siç shkuan demokratët e Krujës dhe Fush Krujës, shkuan për të takuar me flamur nokën si njeriu i cili ndërton dhe krijon procesin e zgjedhjes në përdeg, jo zoti Berisha. Pra, nuk është kryetari i partisë ai që merret me bazën. Është sekretari i përgjithshëm, ai i cili urdhëron, ndërton forumet, ndërton komunikimet e bazën, shkresat, të gjitha opsionet që janë të duhura për ndërtimin e një partie politike sipas ligjit dhe sipas rregullave të brendshme. Tani, që të jemi më konkret. Në Partinë Demokratike, shumë individ nuk po e gjejnë më veten të përfaqësuar. Dhe Partia Demokratike ka hyrë një qerthull që nuk po di se çfarë po bën, sepse nuk po kontrollon bazën më siç duhet. Partia Demokratike nuk ka më mbështetjen e bazës, po e humbet mbështetjen e bazës, po humbet mbështetjen e demokratëve nga zhgënjimet e vazhdueshme dhe gabimet e vazhdueshme që kanë bërë drejtuesit e saj. Nga humbjet e njëpasgjeshme që kanë bërë drejtuesit e saj. Por pse Partia Demokratike ka kaluar në një val përjashtimesh aktualisht, tradhtarësh në thojza. Pse? Sepse po ndjen presionin e Ervin Salianit. Ervin Saliani edhe mbase nuk e ka seriozisht atë që bën, por edhe mbase është më serioz se ç'duhet. Këtë unë nuk di ta them me siguri. Por është aty si njeriu i cili ka shfaqur ambicien për të kandiduar dhe nuk po e lejojnë. Pse nuk e lejojnë? Sepse kush nuk po e lejon? Flamur Noka? Nuk po lejon aktualisht kupola e Partisë Demokratike. Përfshi Sali Berishën, Flamur Nokën, këtë do të ditë. Berisha më bursa është partia e Berishës. Atëherë nuk po e lejon Berisha thua ajo. Zoti Berisha dhe kupola drejtuese i tremben që një vot rebelimi mund të shkojë drejt Ervin Salianit. Duke ndier këtë lloj, edhe në sondazhet e brendshme që kanë këtë lloj frike, ata po pengojnë çdo njeri të mundshëm që të ul pragun prej 90%-sh të votbesimit që mund marrë kryetari. Pra çdo kryetar brenda Partisë Demokratike, pra duke po flasim 20 vitet e fundit, nga Berisha Luli dhe Berisha prap, nuk kanë rënë në 90%. 95-90 ka qenë pragu. Pra ata i tremben që zoti Berisha të bjerë në 7%. Të bjerë në 65%. Pra i tremben kësaj gjëje dhe nuk e lejojnë. Pra kjo mund të duket është çmenduri, por kur arrim në këtë nivel demokracie të brendshme, kur partia është absolutisht e kontrolluar dhe duan ta nxjerrin Berishën me çdo kusht me 90% të votave, nuk lejojnë askënd që të kandidojë. A duhet kandidoj Berisha veto Almer? Tani gjëra fjala sipas statutit. A duhet kandidojë? Atë ka Ervin Saliani në dorë. Unë kam thënë dhe një studio tjetër, po e them edhe sot. Ervin Saliani mund të shkaktoj golin më të rënd Sali Berishës, goditën më të rënd Sali Berishës. Vetëm me një lëvizje statuare. Ervin Saliani me një shkresë që mund të kërkojë gjykatës për interpretimin e Nenit Basha mund të pengojë kandidimin e Sali Berishës. Sepse zoti Berisha ka ngritur alibin që unë i kam humbur zgjedhjet. Zgjedhjet më janë vjedhur dhe nuk i kam humbur dhe unë prandaj nuk largohem. Kjo është alibi e Berishës. Por nëse Ervin Saliani i kërkon KQZ-s rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, që është dokument faktik dhe është dokument i cili përbën provë në gjykat. Edhe i firmosur nga komisionerët e PD-s. I pa kundërshtueshëm si dokument, nëse me këtë dokument dhe me Nenin Basha, pra me dokumentin e KQZ-s dhe me statutin e aktual të Partisë Demokratike, ti bashkangjisi në një dosje dhe çoj gjykatës për interpretim, ndalon menjëherë kandidimin e zotit Berisha, sepse Neni Basha ne e dim të gjithë, thot kryetari nëse u mbet zgjedhjet largohet. Zgjedhjet zyrtarisht Partia Demokratike i ka humbur, sepse i ka pranuar se ka shkuar në parlament. Është opozit, nuk është mazhorancë. Aktualisht zoti Berisha nuk kandidon dot. Pastaj PD do hyjë në një cikël të vështirë juridik që nuk do merremi më me këta njerëz, por do merremi pastaj ka të drejtë apo s'ka të drejtë zoti Berisha të kandidojë. Dhe Berisha do jetë prap kryetar. Kjo është një nisëm që mund të jetë po mund të jetë më legjitim. Po kryetar mund të qëndrojë ai. Ideja është që sa është legjitim dhe sa është i përfaqësuar edhe sa është juridik. Po jo legjitimisht edhe kur kishte rithemelimin. Tani tjetër gjë, atëherë kishte vullnetin e demokratëve. Nuk mos të hyjmë asaj gjë poli sepse nuk dua të hyjmë në të shkuarën sepse është e ndarë. Po jo, po atë momentin e kemi provuar edhe u tregua në zgjedhjet e 2022-shit. Sa mori rithemelimi, sa morën tjera tani se s'duhet të hyjmë në atë debat. Unë ti them këtë gjë, aktualisht Partia Demokratike është në një situatë të vështirë që nuk po e bën këtë forcë
tjetë forcë të riorganizohet dhe të rigjenerohet, të hapet dhe të bëhet një forcë fituese, por po e bën një parti gjithmonë më të vogël që është në dëm të demokracisë shqiptare, duke mos pasur një parti alternativ dhe rivale të denj për Shqipërinë, duke mos pasur një rivale të denj për Partinë Socialiste, duke mos pasur një alternativë të besueshme për shqiptarët. Ky është dëmi më i madh që po bëhet Shqipërisë, që ku të gjejnë besimin që të çojnë votën e tyre. Për sa kohë që Partia Demokratike, për sa kohë e gasmove. Shumë mira, ka drejtë, në Danimark shumë votohet. Për sa kohë. Puna është ku po shkojmë me këtë lëvizje në mërse. Ku po shkojmë? Drejt izolimit të Partisë Demokratike gjithmonë më shumë, drejt mbylljes dhe drejt kurrjes së Partisë Demokratike, që jep një garanci më të fortë Edi Ramës për të qeverisur i qetë Partisë Socialiste në radhë parë, për të qeverisur e qetë dhe një mandat tjetër. Arber, që ta mbyllim Arber se si e shikon këtë përveç asaj që si e shikon si lëvizje brenda Partisë Demokratike, këtë që po ndodh, duhet thënë që rrallë herë kemi parë demokrat të dalin në këtë formë përballë Sali Berishës, sepse përballë Bashës përballë Sali Berishës rrallë herë kemi parë masa të tilla, ishin dhe demokratët e kryes dhe fushkryes. Unë mbështes çdo lloj lëvizje që vjen sidomos nga njerëz në opozitë dhe që janë njerëz në një opozitë të gjatë. Dhe janë njerëz që kanë treguar që sakrifikojnë dhe njerëz që punojnë për atë që besojnë te partia e tyre. Jam dakord, te partia politike. Unë e shikoj si një lëvizje të mirë, po prap insistoj te teza ime fatkeqësisht janë lëvizje shumë të pa mjaftueshme për të sjellë atë pranverën politike të shumë pritur në Shqipëri, atë që do dhe Poli. Pra një pranverë politike. Ta thuaju kot që ngrini zërin se nuk lëvizje. Është mirë, nuk lëviz. Si ja them dot atë, i kurajoj të gjithë ata që kanë lëvizje, por ka një gjë, që të quhet vërtet një lëvizje pranverore, meqenëse jemi pra të pranverës, duhet të ketë një solidarizim. Ajo që fatkeqësisht mungon te partitë politike shqiptare është mungesa e solidarizimit. Dhe te Partia Demokratike, pjesa më e madhe po solidarizohen me kryetarin, po nuk po solidarizohen me njëri tjetrin për shkeljen e parimeve, shkeljen e kushtetutës, shkeljen të tyre dhe shkeljen e të drejtave. Se bojkoti që bën socialistët e Vlorës të zgjedhë pjesëme që përmendi Poli, nuk është solidarizim? Jo, s'është. Në Vlorë me 12% pjesëmarrje. Ja ta them unë, s'është, ka një gjë. Të dalin në Vlorë të votojnë 7.000 veta, në një qytet me 7.000 veta. 12.000 veta votuan. Nuk votuan 7.000. Në 100.000 persona me drejt vote. Sepse nuk kishin frikë. Momenti që kishin frikë do të rreshtohej për një në momentin që ata do rrezikonin, do shikonin që ishte rrezik bashkia, do t'i kishe po si se një Vlorën. Nuk e njeh, vjen keq. Ose ke shkputur kontaktet me Vlorën. Nëna ime, mamaja ime është nga Vlora, si. Shumë mirë edhe në Vlorë. Shumë mirë. Se dhe ti dhe Poli po më thoni gjëra që unë i kam në lëkurë që fëmijë. Pak Polin tani. Të ti mendon që vlonjatët vjen në rresht e gabim, pra kjo. Ata që janë partiak vjen. Arbër do ta gjejnë Polin se. Jo, po se mbarova. Se mbarova, tani të lutem. Do të lej hapësirë, Partia Demokratike fatkeqësisht asnjëherë nuk është marrë me problemin e saj të vërtetë. Humbja e zgjedhjeve 2013 ajo që ndodhi më pas. Bëri sikur ndroi leadershipin e kishte përsëri të njëjtin aty. Bëri sikur ndroi gjërat në vetëm në aspektin kozmetik, por asnjëherë nuk u mor me problemet e vërteta, që do thotë një narrativ ndryshe, persona të ndryshëm, program ndryshe, pra duhet ishte një ndryshim radikal, epokal për kohën që flasim. Partia Demokratike në asnjë moment nuk e bëri as ndryshimin, as pjesën ndryshimin e narrativës, as të figurave, dhe është një parti e cila po vjen vërdall rreth të njëjtit. Nuk lexon mesazhin që i dhanë qytetarët. Dhe prandaj them që fatkeqësisht fakti që nuk shikoj asnjë zë brenda kritik, me përjashtim të Ervil Saljanit, që unë shikoj një lëvizje shumë të mirë, tek tuk lëvizja që është bërë në Elbasan, individët e rinj që nuk i njoh, po që kam dëgjuar fjalë shumë të mira në Durrës, i shikoj shumë të shkëputur, 20 veta në Durrës, 20 në Elbasan. Shikoj, në PD nuk janë pak këto. Shikoj, Arbëri pret deputet ka caktuar vetë. Për mua janë pak. E di pse? Në PD nuk janë pak. Janë pak, e di pse? Sepse në 2021 u krijua lëvizja e Euroatlantikëve, zoti Basha. U krijua djathas 1912, që ishin nga brenda shkuan jashtë, pra filluan nga Partia Demokratike dhe dolën jashtë saj aksionin e tyre politik. U krijua më pas edhe zoti Agron Shea, Partia Mundësia, 3 parti që kanë qenë deputet
drejtues të nivelit më të lartë të Partisë Demokratike dhe në asnjë moment nuk e rrezikuan edhe kur ishin bashk. Edhe pse un kam qenë një zë. Edhe pse un kam qenë një zë shumë mbështetës i tyre dhe vijoj të jem, nuk ja dolën në asnjë moment, edhe kur ishin bashk, ta cënonin zotin Berisha. Dakor. Poli, ta mbyllim, domethënë me ty, këtu nuk bëhet fjalë për cënim të zotit Berisha, po këtu bëhet fjalë për një dalje politik, jo cënim. Po, sigurisht politik. Besoj kuptoj. Elektoral. Këtu bëhet fjalë, domethënë që më në fund, dhe ky është një lajm i mirë jo thjesht për demokratët, por është edhe një lajm i mirë për Shqipërinë, çdo lloj zëri, i cili po tregon gjithandej që nga jugu në veri i Biles, ke për ta parë, sepse ishte fushkruja Durrësi, Elbasani, etj, që Partia Demokratike, demokratët e ndeshëm të thjeshtë, që janë heronjë të vërtet, e ke parasysh që vazhdojnë dhe qëndrojnë me idealet e një të djathtë për të cilën janë antarësuar atje, po dalin nga një mashtrim i madh dhe nga një vetë mashtrim i madh, 4 vjeçar. Thjesht Partia Demokratike, antarët e saj janë duke bërë bilancet me aksionet e tyre. I kanë aksionet në këtë parti për 30 e ca vjetësh për Sali Berishën dhe për një grup të vogël atje që kanë interesat e tyre ekonomiko, politiko dhe me drejtësinë, apo janë aksionet e baballarëve të tyre, të vetë atyre dhe të vetes së tyre. Dhe fakti që në Partinë Demokratike asnjëri nuk po pranon të përjashtohet, sepse kaloi dhe faza që në qoftë se ti ngre zërin, edhe ai ikën dhe thot po mirë, ti se ke votën time, të familjes sime, jo. Kjo është një fazë shumë interesante dhe këtë s'ka për ta kaluar dot zoti Berisha, pavarësisht nga inkurajimi që bën arbri disfatist, sepse ata po thonë, unë jam tek PD-ja, jo se më ka futur Sali Berisha, jo prej Sali Berishës, por se cili ka arsyet e veta, një ish pronar, një i përdjekur, një idiot, një ka historinë e vet, ka punuar për atë parti, ndoshta dhe ka dhe është goditur dhe vazhdon të goditet. Dhe ky lloj zgjimi është një sinjal shumë i mirë dhe unë mendoj që vëre, pavarësisht se është çik më e vështirë tek partia në pushtet, vëre që po shkojmë në një fazë që këto do jenë si dyen komunikimi PS-ja me PD-n me këto mesazhe që po jepen, si një komunikimi mesazhesh me njëri tjetrin. Si i thon, do shikon molla kodardën dhe piqet kumbulla, po këtë radhë do piqen me njëra tjetër.